Kandidati i Aleancës për Punë dhe Dinjitet në Bashkinë e Pukës Rok Dodaj firmosi sot një tjetër kontratë sociale iniciuar nga Qendra e Gruas Hapa të Lehtë. Alketa Leska, drejtore e Qendrës së Gruas Hapa të Lehtë, në hapje të këtij takimi, bëri të ditur se pikat e kontratës sociale ishin kërkesa të vetë komuniteteve në të gjithë zonat e Bashkisë së Pukës. Jemi fokusuar në disa fusha të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë gjithmonë me vendimarrjen e qeverisjes lokale e pushtetit vendor. Në gjitha këto komuna dhe në fokus grupin e qytetit të Pukës kanë dalë një sër problematikash, të cilat në një farë mënyre ngjajnë me njëra tjetrën, por kanë edhe veçoritë dhe specifikat e tyre. Zotëja Rok Dodaj, teksa falenderoi organizatën jo qeveritare lidhur me nismen, u angazhuan në plotësimin e pikave të kësaj kontrate që ishin kërkesa të vetë komunitetit. Vi me vetë dijet plot, me vullnet plot, që te kontratë të nënshkryj sot dhe ta zbatojmë nesër me mandatin e ri 2015-2019. Kryesor prioritet është ndërtimi i një administrate funksionale që të çrbej çdo pjesë të territorit bashkisë së re. Tjetër do të jetë infrastruktura, e cila nuk është lehtë, do në kohë së të madhe, por do ta fillojmë me infrastrukturën rrugore, e cila është kryesorja për me funksionu dhe me zbatuar të politika që i shërbejnë edhe këtyre pikave që ju sot i adresoni kandidatit për kryetar bashkie. Megjithse nuk është në kompetencë që ndërtohet apo të rikonstruktohet me financat e Bashkisë Pukë, unë si kandidat ja u kam premtuar qytetarëve, banorëve të komunës Gjegjan, që do të lëboj fort që Ajax të marrë zgjidhje të rikonstruktohet sa më shpejt. Unë nuk jam xheloz që bashkëpunoj me qeverinë shqiptare, pra do të bashkëpunoj me qeverinë shqiptare, në mënyrë që Ajax të rikonstruktohet. Unë kam informacion që problemet janë në disa shkolla territorit bashkisë së re, por me qenë se ka dalë si pikë të ju rrapja, ne ju garantojmë që shkollat janë prioriteti kryesor i punës tonë në 4 vitet e ardhshme. Dhe rrapja do ta përfitojë këtë mundësi, të pas një shkollë me kurse optimale për mësim. Transparenca tek vendimarrjet që do ketë Bashkia e Pukës. Unë do i japi garanci plot, unë do punoj me medien fort. Këtu media lokale, një media ka Puka, unë kam marrë përsipër që na ta japi mundësi suport edhe financiar medias Pukës. Unë garantoj këtë që para se vendimet të kalojnë në Këshillin për miratim, e para do të jetë grupet e interesit që do të përfshihen në këtë vendimarrje. Shërbimet ndaj qytetarit nuk do merren vetëm në Bashkinë e Re këtu në qendër, por do të ketë në çdo njësi vendore, Gjegjan, Rrape, Luftë, Qelës, do ketë administrator. Dhe ato administrator do kenë edhe një staf vlogët. Kontrata sociale e komuniteteve është një dokument që përmbledh prioritetet e të gjithë zonave pjesë e Bashkisë së Re të Pukës. Të gjitha këto pika do të jenë objekt monitorimi nga vetë përfaqësuesit e komunitetit pas përfundimit të procesit zgjedhor.